Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Briciapit. Do bëjmë me leximin e javës për ju. Do të thosha të dashur Briciapër që pas një kohe të pasigurt deri tani po vjen kthesa, po vjen drejtimi, mund të jetë në dashuri, drejtësia drejt jush. Je në një pikë të dashur Briciapër ku ndoshta nuk po e kupton çfarë po ndodh me jetën tënde, pa çfarë ka ndodhur deri tani, sidomos në lidhje me një person të zemrës, mund të jetë me një situatë, ose me një marrëdhënie që ka shumë peshë emocionale. Por universi është duke punuar për ju. Rrota e fatit tregon që energjitë janë në lëvizje dhe kjo është një kthesë që do të sjellë dritë, qoftë për dashuri, qoftë për punë, qoftë në atë personale, në familje, çfarëdo që të jetë. 2 të kupës të dashur, kjo tjetra këtu, flet për një lidhje të ndërsjellë, ndjenje të vërteta, lidhje zemrose, një moment ku më në fund 2 njerëz kuptojnë njëri tjetrin, mund të jetë një pajtim, një fillimëri apo një lidhje që po thellohet. Mund të edhe për punë. Çdo gjë po qartësohet. Pra, 4 të shkopive, që është festë, stabilitet, gëzim, të përbashkët. Kjo letër del kur diçka e bukur ndërtohet mbi ndjenje të vërteta, mbi stabilitetin, ndërtohet qoftë bashkim, përqafim, mbështetje apo vendime për të ndërtuar diçka serioze, që mund të jetë në punë, që mund të jetë në dashuri, që mund të jetë në familje. Dhe më e bukura, drejtësia, të dashur peshorja këtu, çfarë është drejt për ty, është duke ardhur. Të dashur Briciap, nëse ke qenë e duruar, nëse ke dhënë më shumë se ç'ke marrë, nëse ke qenë e sinqert, tani do të shpërblesh, se drejtësia vjen vetëm për ata që kanë punuar drejt, absolutisht. Tani është do them, je duke u shpërblyer, nuk ke nevojë më të luftosh. Drejtësia e jetës tënde, e punës tënde, dashurisë tënde, familjes tënde, çfarëdo që të jetë, është duke ardhur. Ke bërë pjesën tënde. Tani je gati për të marrë atë çfarë meriton. Nëse është për dashuri, një marrëdhënie po stabilizohet, vjen më me përkushtim, më me qartësi, nëse ka pasur ftofje, ka mundësi për rikthim të drejtë, në vendime ligjore, nëse ka të bëjë me ligje gjëra, janë gjëra që kanë ngelur pezull, jepet një zgjidhje që të vendoset në paqe dhe drejtësi, në favorin e juaj. Është koha për të ndjerë dhe për të shiruar këtë paqe. Ke kaluar shumë stres, shqetësime, por më në fund duket se zemra dhe jeta po të ecin në të njëjtën drejtim. Pra, të dashur Briciapër, universi po vepron. Çfarë është për ty do të vi me drejtësi dhe dashuri. Absolutisht. Tani është vetëm për ta pritur. Rrota e fatit është aty dhe është duke sjellur energjinë drejt e tek ju.